kujtimi është ai që na e nis bisedën? Në fakt, isha në dilemë që çfarë kujtimi të sillja. Kisha shumë kujtime, kështu që kam 2 ditë që kur njoftova nga drejtuesit e emisionit dhe nga regjia që duhet sjellësh diçka për kujtime. Shiko, jeta është e gjatë, unë jam 60 vjeçë dhe familja ka, sidomos jo vetëm familja nga ke ardhur, po dhe familja që ke krijuar ka kujtime. Kështu që zgjodha rastësisht njërën nga këto. Është... Okej, a mund ta shohim? Mund ta hapim. Unë po i bëj dhe të ditura dhe i shohin edhe qytetarët nëpërmjet kamerës. Ky është një kujtim i bukur që kam qenë përpara 11 vitesh në murin kinez, është një ndër 7 mrekullitë e botës. Djali im i dyti ishte pedagog i anglishtes atje dhe ne si familje shkuam të festonim vitin e ri europian, sepse viti i ri kinez është në shkurt. Kështu që shkuam atje 3 javë dhe përveç Forbidden City, muzeu i Mao Zedongit, liçeni që ngrinte, një ndër 7 mrekullitë e botës është edhe muri kinez. Kështu që nuk e kisha pritur një kujtim të tillë. Nga profili juaj nuk e kisha pritur, diçka shumë e veçantë. Puna më ka bërë, përderisa kam kaq vite në supe, puna më ka bërë që të shetis në shumë vende, të takoj shumë personalitete, po edhe popull të ndryshëm, duke dërguar aty pak kulturë shqiptare, por duke parë shumë kultura, sidomos nga popujt e vjetër. Shiko, populli shqiptar është një ndër popujt e më të vjetër të Europës, e kanë zbuluar në qytetin e Linit, disa austriak, kështu që një pjesë një pjesëtare e këtij popullit të vogël, pavarësisht se jemi i vogël në numër, shkoi tek një dinasti e vjetër. U mrekullove? Çfarë të mbetet mendje nga ky mur kinez? Sepse gjithë kemi mësuar, po nuk është që kemi shkuar atje. Shko, ishte kënaqësi njerë, janë këto si puna e besnikëve, është dhe shkruajtur me këtu, kështu që kush shkon tek muri kinez dhe ngjitet aq sa i jepet kjo certifikat, i cila është jo vetëm e certifikuar, por është edhe bakër, kështu që ruhet, ndofta dhe trashëgohet, ishte me fat. Unë ndofta nuk kam lind me këmish, jam më ngjyrashe, po jam pjesë, insistoj shumë për t'i bërë gjërat dhe gjërat sikur më bëhen më me zor. Në fakt, atje kur e mora këtë, thanë që kush merr këtë lloj certifikat, ka dhe një fat. Kjo që unë nga pjesa përpara 11 vitesh e tutje, pra deri më sot dhe në të ardhmen, shpresoj që bëj më shumë gjëra që ja vlen. Ka pri fati? Po besoj se po. Pse e meritove, çfarë duhet bëje që ta merite? Unë gjita, aq sa kjo ishte në fakt me metra që të ngjitej deri në kë, ecëm gati 3500 metra, do të thotë 3 kilometra e gjysmë deri në çerekun e vendit, pastaj ecëm dhe të pjesën tjetër, kështu që kur arrita në pjesën e dytë e meritova. E dije që do ta marrësh këta, po? Jo, shiko, kjo ishte një kurajo, unë në fakt, si që thatë dhe ju, faleminderit, prejardhjen time, duke qenë se kam një prejardhje, është shumë e vështirë që të mbash një mbiemër të rëndësishëm, por nga kjo familje ndofta kam trashëguar guximin, jam shumë shpresë marrës dhe shpresë dhënëse, dhe shumë e ngulitur për të arritur një diçka. Pra unë nëse vendos një pikë për ta realizuar, i bëj zmet asaj pikës time. E ngjet edhe murin kinez? Po. Jo vetëm këtë, po ndofta dhe majën e Everestit. Okej. E meriton një Duart Trokitje.